shumë rënd. Përjetove keq? Po, keq që përjetove. Sepse kishe simpati? Jo, vlerësim pozitiv. Vlerësim pozitiv, Vlerësimit e njëri që nuk meriton të përfundojnë në atë mënyrë. Në plumë? Po. Dhe nga Beqi Balluku shkuat në... Jo, Petrit Dume. Petrit Dume. Nuk e dia, kemi një foto të Petrit Dumes, kemi disa foto të ushtarakëve shqiptar, po besoj duhet jetë e Petrit Dumes. Okej, po mund të e tregoni? Po, Petriti... Ishe shefi shtabit? Shefi shtabit përgjithshëm, general lejtnant, heroj popullit, Petrit Dume. Ani heroj popullit ishin gjithë ata? Jo, gjithë, jo. Si ishin gjithë? Jo, nuk ka qenë gjithë. Enver Hoxha ishte? Po, Enver Hoxha ishte si... Myslim Peza ishte? Kush? Myslim Peza? Myslim Peza, po. Beqi Balluku ishte? Beqi është bërë nga fundi, po. Po nga fundi, po ishte? Po ishte. Të herojt popullit ishin ata, po? Jo. Dhe çfarë tha Petrit Dume? Petrit Dume erdhi dhe na tha që juve të klasave të fundit, tha përgatituni mirë, se do të dërgojmë jashtë shtetit për... Do të dërgojmë studentë për jashtë shtetit. Nuk e tha për pilota. Nuk e tha për pilota? Jo, jasëm. Një nxënës aty i klasës një, Akim Vebiu nga Gjirokastra, i tha, shoku, general lejtnant, nga jashtë shtetit shkojnë ata që i ka blapsi. Këtë petit i tha, ashtu tha? Tha, po si është që punë? Po i thamë dhe vetë. Dhe jam dhe shpjegum që vitën parë, vitën parë ka patur rastë që kanë shkuar nxënës poshtë mesataras, dhe sa di nxënës të shkëlqyer, unë kisha një rast për një nxënës nga Lezhë që nuk shkoj ai, po shkoj një tjetër që ishte më dobës se. Dhe se ishte. Pastaj ky rast besoj se Petriti megjithëse ishte një ushtarak shumë i rrept, shumë i rrept, shtëpame. Ishte i rrept, ushtarak ishte i rrept. Dhe sa dhe për vendimmarrje ishte shumë i drejtë. Petrit? Po, Petriti. Dhe kush ishte më i mirë, Petrit apo Beqiri? Jo, këtë dalim nuk e bëj dot. Nuk e bën. Ja, nuk e bëj dot. Dhe në atë vit caktohen student për Bashkimin Sovjetik për pilota nga Veriu për herë të parë. Ti je pilot i parë i Veriut? Jo në Veriut, i Kukshit. Nga Kukshit ti je i parë? Po, i parë. Pilot i parë? Po, pilot i parë. Po nga Veriu? Nga Veriu ka nga Shkodra. Duke pas nga Shkodra? Po, Shkodra ka patur. Dhe për atë vit, këj pasaj me caktoj 2 student për pilot nga Kukshi. Kush i caktoj? Petriti me së. Petriti vetë, Jo të salë, po thëmë mund që me scenari... Kam biseduar. Me shkuri, do të këtë qenë udhëzimi ti. Po. Se vajtëm 2 pilota, 2 studenta për pilot nga Kukshi, 2 nga Tërpoja, 2 nga Rësheni, 3 nga Pishkopia. Tani, këtu është Enver Hoxha. Po Enver Hoxha kishte, jo, nuk e kemi, nuk është asje. Okej, po, do të thënë, 2 Skënderbegas do shkoni për studime për pilot në Bashkimin Sovjetik. Po. Ju dhe një tjetër nga Kukshi. Nga Kukshi. Si quhej tjetri? Sami Gjana. Shkuat ju në Bashkimin? Po shkuam në Bashkimin Sovjetik. Ku studiuat? Neve shkuam për të në Bashkimin Sovjetik, shkolla më e njohur për sa të përgatitjes së pilotëve, ka qenë shkolla me emrin e Çkallovit, një pilot me njohje shumë të thellë në Bashkimin Sovjetik, në qytetin Borisoglepsk. Ku ishte ky afër Moskës? Jo, ky ishte në jug perëndim të Moskës. A jug perëndim të Moskës? Aty qytetet të larg, janë të larg, por quhen afër sepse nuk kishin hapësira shumë e madhe, edhe që ishte të afër. Aty ishte një ditë e gjysmë me tren. Një ditë e gjysmë me tren? Po, me tren. Wow. Ashtu. Dhe neve shkum pastaj u përzgjodhen 20 vet. 20 studentë Skënderbegas nga më të mirët. 20 Skënderbegas? 20 Skënderbegas. Vetëm për pilot? Vetëm për pilot. Vetëm për pilot, ë? Unë flas për pilotët, pastaj për tjerët. Për tjerët. Po jo, vetëm 20 ishin vetëm për pilot. Po, 20. Në vitin 1957? 57. Po. Sa vjet studiuat atje? Atë neve studiuam 4 vjet. 4 vjet. Vetëm për pilot? Vetëm për pilot. Tani, në mendjen tënde kur thanë ti do studiosh për pilot, si e ke? Kjo është një foto, jeni në Borisoglepsk. Po, ide. Kush jeni ju? Klasa. Ja, në mesin nga si duke qeshur. Po, ai duke qeshur? Ja. Ore, po ti s'ke ndryshuar fare në fytyrën fare? Këta ishin gjithë shqiptar? Shqiptar shumë. Student, po ky në qendër? Ky në qendër pedagogu. Rus. Pedagogu rus në kolonel Rastargujev në epte teori fluturimi. Teori fluturimi. Tani, kur shkove atje dhe thanë që këtu do studiosh për pilot, e mendove në njërë, ore, e kishe qef, se dhe në do me dizdi asgjë? Shikoti, zoti Roland,
unë në që për neve mendoj që për mua ishte një gëzim shumë i madh. Ishe gëzuar, gëzim shumë se shkoje për të studuar për pilot në Bashkimin Sovjetik, që atëherë në Bashkimin Sovjetik e qunim nënën e gjithë botës. Më nënën tonë, Bashkimin Sovjetik ishte sikur e shpëton. Ja, këtu, po këtu jam me dy student. Kingi, pashe me qenë. Ja, ashtu. Si ashtu, ti edhe tani je kështu si aktor filmi je. Si aktori, ja 5 janar 1950. 5 janar, këtu je vit parë? Viti dytë. Viti dytë. Fillimi vitit dytë. Tani, fillohet shkollën. Po. Kur hipe për herë të parë në avion? Në avion kam hyrë për herë të parë në dhjetor të 57-ës. Po shumë shpejt pas këtij? Po shikoj, neve shkuam në Bashkimin Sovjetik në Korrik. Po. Filluam me dhe përgatitje teorike, se praktika e më pashme e shkollës në Bashkimin Sovjetik për neve, për shqiptarët, ishte që një vit bënin përgatitje të përgjithshme të landët që ishte dhe në gjimnazit, në shkollës mesme. Të shkollës në bej? Po, të shkollës mesme në tërsi, ashtu. Dhe mirë po neve mirë se kishim marru shkollën, kishim marru gjimnazit dhe kur ballafaqu me të dhënat, me njohjen për shumë të gjuhës ruse, se neve kishim bë 4 vjet bashkim në Shqipëri rusisht. Rusisht ishim bërë? Po, kishim bërë. E një mirë? Mund të flisim me fjallë, kuptoshim dhe flisim e lirshëm. Po. Jo fare, lirshëm po të flisim shumë mirë. Direkt ju hipën mbas 4-5 muaj në avion? Po, mbas me 4-5. Tani unë këtë foto e kam shumë për zemër. Kjo foto është foto që bëshën paradat e FSS 29 nëntorit, paradat. Çfarë thua? Ai kryesori është avioni bombardus i mesëm. Ai i pari andej? Po, i pari andej. Mos është në njëri nga ata që ke drejtuar ti? Jo, po, këto janë gjithë këta janë mik 17 janë këta. Po? Ka fluturuar dhe me këta unë. Po jo unë këtu të kjo. Të kjo nuk je? Jo, të kjo s'jam unë. Sa mirë do ishe ti. Po i ke drejtuar këta? Po, i ke drejtuar, kam fluturuar me tjere. Po pse si e ti aty pasi? Po, shikon dashë, se unë kam marrë pjesë në parada. Po kjo ishte një parada që mbyllë një parada. Kurse ne unë isha për shumë të informacionet në tjera. E kuptoj. Do kthehemi këtu, po mbetemi në Bashkimin Sovjetik. Do të ty hipën për herë të parë për të bërë një fluturim apo direkt në timon? Jo, është sigur, ajo direkt për timon është nivon muhabeti. Ti thjesht fluturove? Jo, sigur, njëherë ti bëhet flutërimi i parë, për herë të parë, një bëhet flutërimi prezantimi me ajrin. Me ajrin? Po, me prezantimi me ajrin. Dhe aty di instruktori ose ai që të merr në kontroll, në fakt ti pasagjer fare sepse për herë të parë. Pasagjer, po. Nuk e zgjidhon atë. Po? Dhe pastaj kur të vinë tokën e të pyet, mësin sepse shikoj, pilotim duhet pilotit të bëhet, ai student që ka aftësinë për të orientuar në hapësirë, të mësot që mos e marrë vesh që tutohet. Po ta di ku është një objekt, ku është një objekt tjetër, nga do vesh çfarë do bëhet, sepse ndryshe nuk fluturon dot. Ju hipët në avion, sa zgjat ai fluturim i parë? Ai fluturimi i parë ka zgjatur rreth 30 minuta. Nga u nisë dhe ku shkuat? Jo, shikoj. Fluturimi i parë u bë pilotazh në zonë atë që themi si bën ato pilotazhet, ato rrotullimet. Sepse me këtë ata donin për të parë si po reagojmë neve. Si e kemi di gjendjen e shëndetësore reale. Shëndetësore reale. Se mund të birtifiket, ose mund të vjellësh, ose mund kushtet çfarë mund të ndodhë. Të zë avionin? Po, zë avionin. Po, zë avionin. Ti si dole ti? Mirë, shkëp shumë mirë. Shumë mirë fare, po. Sa bëri nga ato pilotajët? Bëri pilotajët sa pati në program. Dhe u këthyet? Dhe u këthym. Po, aj për shumë, kur shbetëm të më pyetje, thamë, kur shkonim nga poshtë sipër, çfarë ndjeve, se si shumë, kur shkonim nga poshtë sipër, për ke shumë bigarkes, ke shtypje, ashtu. Dhe ti ke gjakun nga koka një drejtë di këmbët. Ti dhe në këmbët? Po, ti ke zemrë dhe merë forme dhe tubuje. Zemra? Po, dhe pranaj pilotet duhet të këtë të dhëna të shëndetësore, të jetësore të trupit, duhet të këtë në eficiencë të pilot, si mas parametrave të caktuar nga mjekësia. Besoj ata të kishin vizituar? Po. Si ishe me shëndet? Normal, shumë mirë. Me shëndet kam qenë përsa takon në kërkesave për të bërë pilot, normal